Në qershor do të mbahet panajiri I parë I bizneseve shqiptaro-kanadeze në Toronto. Më 15 qershor, qyteti I Torontos do të jetë mikpritës I një ngjarje historike për komunitetin shqiptar në Amerikën e Veriut, panajiri I parë I bizneseve shqiptaro-kanadeze. Aktiviteti do zhvillohet në adresën 739 Browns Line Etobicoke, Ontario dhe do të shënojë një moment kthese në përpjekjet për të lidhur ngushtë sipërmasit shqiptar me vetë dhe me tregun kanadez. Lajmi është bërë I ditur nga aktivisti Naser Berisha, presidenti I rrjetit të bizneseve shqiptaro-kanadeze, organizata që qëndron pas tij ka për masat pasakonta për diasporën. Ky panajir është më shumë se një ekspozit produktesh dhe shërbimesh, është një demonstrim I gjallë I vitalitetit ekonomik shqiptar në Kanada dhe një platformë konkrete për partneritete të reja, tha Berisha në një postim në Facebook. Së shenjë mbështetje institucionale, panajiri do zhvillohet në praninë për krajin e zyrtare të 3 ambasadave shqiptare në Ato, ambasadorja e Shqipërisë Artemis Malo, ambasadori I Kosovës Adriatik Kryeziu dhe ambasada e Maqedonisë së Veriut, përfaqësuar nga ambasadori Agron Baxhaku. Në këtë panajir, ne nuk po festojmë vetëm biznesin, por identitetin ton dhe të ardhmen që mund të ndërtojmë së bashku, përfundoi Naser Berisha njoftimin e tij.